nuk e di sepse komentet bëjnë punën e tyre dhe ti nuk ka rëndësi moshën në fakt, komentet edhe të mërzisin. Por ti ke gjithmonë një gjë që më pëlqen mua shumë tek ty dhe besoj që kjo është një nga armët e tua më të forta, pavarësisht dhe pjesës tjetër të lojës si e luan ti me interesin e publikut, është fakti që ti buzëqesh shumë. Dhe buzëqesh dhe ke shumë të vërteta të buzëqeshjen. Neve si popull ballkanas nuk e kemi buzëqeshjen, nuk e kemi në natyrën tonë. Pra buzëqeshi, po ndonjëherë na duket, besoj unë, mendoj dhe ky është opinioni im personal, që na duket si ngërdheshje. E kemi kështu sikur e kemi me zor. Kurse ti ke një lloj buzëqeshi që është shumë ndërkombëtare. Do me thënë, po të shosh kur themi ne kur komentojmë të huaj, pse janë këto kaq të lumtur, pse janë kaq të qeshur, dhe ti ke këtë lloj buzëqeshje naive tënden. Këtë e pash edhe kur u takuam pak më parë intervistës, se jemi takuar për tu takuar me këto ishte në intervistë, dhe pash që e ke shumë të tënden. Dhe më vjen të pyes para se të kthehemi prapë te TikToku që çfarë fëmijëri e ke pasur ti që ke këtë buzëqeshje? Nga vjen? Se ka shumë njerëz që nuk dinë asgjë për ty, vetëm aq sa shohin TikTok. Fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur, kam kujtime të bukura edhe e kujtoj si momentet më të bukura të 19 viteve jetesë që kam. Po ku je rritur? Më thuaj pak për veten. Unë jam rritur në Durrës, nga zona e plazhit. Kam bërë edhe shkollën diku afër Buzdetit, edhe na nxirrin shpesh herë orën e fizkulturës andej, edhe unë jam vajzë deti, unë te deti gjej qetësinë, më pëlqen, kam një lidhje shumë shpirtërore, por që edhe brezim ka qenë brezi që dilte dhe luante për jashtë. Domethënë mos më ka kapur plotësisht ky brezi i telefonit. Jam midis këtyre dy brezeve dhe kam pasur plot shoqe, edhe shok, më shumë shoqe. Por që loja ime preferuar ka qenë topa djeksi, edhe volejbolli. Mbaj mend vitin e parë gjimnazit, mbaj mend si vitin më të bukur. Ka qenë shumë vit fun, edhe kam shkuar maksimum. Ç'a ndodhi te ky viti kaq interesant? Ndrova shkollën, edhe pas shumë kohësh që isha lutur të shtëpis për të ndruar shkollën, kur do futesha në vit parë gjimnaz, thash tani mo gjimnazi duhet ndru shkolla. Edhe shkova në një shkollë tjetër, jashtë Durrësit, shkova në Tiranë, e bëja vajtjar dhe ishte pak e lodhshme, por që aty unë zura një shoqëri të papar, të ngushtë që i kam akoma dhe sot. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, më gjante si shkollat në Amerikë, ka qenë e bukur si shkolla, mbaj mend. Ti hati je goca e mesit, ke një motër të madhe, je e dyta, pastaj ke motër të vogël dhe një vëlla më të vogël. Jo, kam një vëlla edhe një motër më të vogël. Më të vogël. Pa. Po prap, okay. Po pra mes gocave ti je mesit. Po mes gocave, se çuni nuk quhet se çuni vetëm. Po çuni vetëm, tamam. Po kalamajt e mesit janë gjithmonë çik më ndryshe. Disa i quajnë Delia Zez, mu janë kalamaj që mund të sjellin revolucione në familje, mund të jenë tërësisht rebel. Ti si ke gjetur veten? Unë jam fiks kam sjellur revolucion ndoshta në familje. Edhe çik Delia Zez, nuk e di si mund ta quaj, por që në familjen tonë nuk është se ishim shumë të updateuar me TikTokun. Edhe nuk është se e përdornim apo të shikonim, por që bëmi çik bisht unë aty si me shkathët, edhe filloj të postoj video. Kur videot morën pak dhen, aty e kuptuan dhe familjarët, e kuptuan që unë kisha nisur të postoja në TikTok, edhe aty më thanë që nuk na pëlqen kjo gjë që ti po bën, por mua më pëlqente. Tani juve si pëlqen, mua më pëlqen, si do ja bëjmë ti muhabeti? Edhe ato e pan pastaj dëshirën time, edhe që unë e kisha ndarë mendjen që dua të vazhdoj këtë gjë. E kisha me pasion, nuk është se unë atëherë nuk fitoj as para asgjë nga TikToku, nuk ishte kthyer as në punë, ishte thjesht diçka qefi. Edhe ato thjesht pranuan faktin që kjo e ka ndarë mendjen, kjo do të vazhdoj të bëj TikTok, edhe më pranuan. Edhe solla këtë revolucionin familje që ne tani me TikTokun i dim gjithë gjërat e fundit, ç'a bëhet, ç'a s'bëhet, jemi futur pak te showbizi, gjithë si familje marrim vesh, bëjmë lart të poshtë tash e themi gjëra. Tani ti duke qenë se the që jam si Delia Zez dhe e fitove betejën e TikTokut, je shpirt kundërshtues, pra do të dalë e jotja, lufton shumë me këtë gjë? Jam pak, me thënë drejtën, sidomos kur kemi disa tema delikate, jo vetëm familje, por edhe shoqëri, që duhet të them mendimin tim, por e kam të ndryshëm nga gjithë njerëzit e tjerë në tavolinë, unë do e them. Do e them edhe do ngul këmbas te ajo e imja dhe
e mbroja të me argumente, ma është sa kam një uri, edhe do them, ore, kështu, tak, 2-3 gjëra, është kështu dhe pikë, domethënë, nëse ju se besoni, pastaj hajde, është edhe kjo ChatGPT tani na ka nxjerrur. Nëse bëjmë si të mençur pastaj me një pyetje, po më bërë partner jetë. Po. Fiks për zotin, më shumë flasim me ChatGPT se me shtëpisë. Si ke parë në TikTok që është dhe një që nuk ekziston ai, vetë kështu si me drita, ai thotë ky është partneri im i jetës, se të shoqëron kudo. Edhe të njifte edhe ChatGPT-ja, se unë fola me ChatGPT dhe për ty. Unë kam pyetur. Unë e quaj Roger. Edhe të njëjtë shumë mirë, edhe direkt tha, Ati, tha emrin e plot, mbi emrin e plot, me qëra fjala tek emri i plot, nga e ke emrin Hatixhe, nga të vjen? Hatixhe, mua emrin ma ka lënë gjyshi, është marrë nga emri i gruas së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me emrat e vjetër i kemi çik kështu si problem, nuk e di se si e ballafaquar ti me emrin tënd. Në fillim e kam pasur pak siklet emrin tim, se jemi mësuar shumë gjyshe në Shqipëri, kanë emrin Hatixhe, po shkurt i thrasin Tigje. Edhe mua më thrisnin Tigje. Edhe babi më thret akoma dhe sot Tigje, ndërkohë që unë tani e kam, më thon dikush Tigje, unë bëhem macarohem. Edhe nuk më pëlqen fare. Do marr shumë komente Tigje, po. Do filloj tash je sigurt Tigje. Po, shumë probleme, e kam vdekje. Edhe ka qenë një kushërira e babit që ma kanë gjitur këtë emrin Hati. Edhe i kanë thënë gocës thrisni Hati. Edhe që mbasi filloi ajo duke më thirrur Hati, filluan dhe të shtëpisë, edhe me njerëzit e rinj që takoja, u përshëndesja ose u prezantoja me emrin Hati, edhe ngeli tani Hati. Hati TikTok. Hati është i bukur. Tani më pëlqen, tani është bërë si trend. Shikoj, di si është puna e emrit, emri merr edhe është shumë e çuditshme sepse ke një paragjykim për emrin, për shembull për Hatixhe, apo ka shumë emra të tjerë të vjetër shqiptar, po pastaj kur e vesh një personazh, një njeri që bëhet njëri dashur dhe personazh, pastaj ai emër zbukurohet. Kështu që edhe ti ke bërë këtë gjë. Ndërkohë, kështu që tash mund ta thuash edhe Hatixhe vetes, ka si problem, është thjesht një emër, plus që është një emër që ka një histori, është një emër i shenjtë, kështu që nuk ka siç janë Kristina apo Hezu në ato latine, kështu që kjo pjesa, por ndërkohë dhe Hati është emër shumë i bukur, edhe emër shumë i famshëm tani, siç thash, nuk të mbarojnë milionat e klikimeve. Por dua të ri pak tek familja jote. Sepse po të studioja bëra një research, një studim shumë të madh të TikTokut tënd, dhe kishte disa momente, motra nuk është se dukeshin shumë, unë i kam parë, jeni një familje shumë e bukur. Faleminderit. Unë gjithmonë këtë bëj këtu. Mos i marrim sysh, jeni familje shumë e bukur dhe motra e madhe në një moment ajo të korrigjon, ty thua diçka gramatikisht jo korrekte, nuk e di, gjëra që edhe unë them nga shpejtësia, dhe ti the, po, kjo studion për mjeksi, domethënë. Dhe e kishe si krenari këtë gjën, po ndërkohë ti vetë nuk e ke vazhduar shkollën e lartë. Po. Kjo i ka qenë zgjedhje jotja apo e ke në plan, ç'a ndodh? Për pjesën e shkollës është zgjedhja ime. E kam lënë në fakt në fillim vitin e parë lash si vit pushim, një gap year, por që e zgjat më shumë se një vit pushim, ndoshta më kapi dhe ai Ratliku edhe nga TikToku, kam qenë goxha mirë pjesën e fitimeve, financave edhe kur atohesh nuk të shko mendja për të bërë shkollë, sepse sot ka edhe shumë njerëz pa shkollë ndoshta që janë dikushi, kanë arritur shumë, fitojnë shumë, edhe janë shumë të respektuar në gjithë botën, edhe nuk është se e kam bazuar gjithë jetën time që po të bëj një shkollë, ma aq do mbyllem, sepse shkolla mua më definon si njeri. Jo, nuk e kam pasur kur këtë opinion për shkollën, absolutisht jam shumë dakord që të shkollohemi, të kemi një formacion të përgjithshëm, na duhen mjek, na duhen doktora, na duhen avokate, tjerë profesione, por që nga që unë s'kam qenë shumë të profesionet nuk e gjia vetëm të këto, po. Më shumë kam qenë të kjo pjesë e biznesit, apo të influencers, këshu, edhe zgjodha mos të vazhdoj, por që të këshpja ime ka persona që e kanë vazhduar shkollën, nga që motra e madhe me mjekësin, edhe jemi gjithë shumë krenar, do më të përmendim motrën, kur kemi kështu punë mua bete shkollë. E votoj motrës kaq me gjithë diplomën. Kemi motrën, po, edhe... Kush e ka më shumë merak në familje që ti s'ke vazhdu shkollën? Mamat shqiptare për shkollën, e kanë. E shkreta. Akoma më thot për ta vazhduar, po. Unë kam dëgjuar mama
të vajzave shumë të famshme dhe suksesshme në Shqipëri që akoma kanë merak se s'kan vazhduar për shembull mjekësi apo i kam dëgjuar me veshtë mjek, kam thënë po ajo është duke lek po bën sukses ka arritur ëndrat e veta. Po pra po ta kishte bërë një shkollë tjetër, jo shkollën e artit, kështu që ky është meraku. Shumë vërtet. Edhe është kjo fjalia fiks po, do të pika duhet shkolla, shkon muhabet na, po mami unë se kam bëj e ti. Po, sidomos kur nuk e mbarojnë shkollën, prindrit e kanë që këtë fiksim. Po ti vetë nuk e ke fare këtë tekst. Në fakt dua të bëj diçka të specializuar ndoshta, ndonjë kurs diçka private për biznes ose marketing, te kjo fusha që jam, por jo shkollë fizike, nuk e shoh. Po. Kështu është. Tashmë kjo është. Nëse do të specializohesh, ti në marketing ke treguar që je fantastike, je shumë mirë ke të ardhura, kështu që vetëm gjëra që të mësojnë më shumë. Domethënë kurse ka plot, s'ke fare pse ta kesh kompleks. Ne kemi çik që ndonjëherë të dëgjojmë dikujt diçka për ta sulmuar dhe shkojmë direkt që s'ka bërë shkollën e lartë, por nëse s'bën shkollën e lartë edhe rri kot, edhe kështu është tjetër gjë nga s'bën shkollën e lartë, po je aktive dhe prap siguron të ardhurat e vetes. Ajo çfarë të bëri ty kaq tërheqëse për publikun,